Të gjithë i njohim si dyshja më ikonike e të diellave shqiptare. Nga njëra anë, Eni Çobani, juristja e hekurt që nuk fal askënd në ndërmjetësim, dhe nga ana tjetër, Ardit Gjebrea, njeriu që di të menaxhojë çdo situatë me qetësi. Por çfarë ndodh vërtet mes tyre kur dritat e studiove fiken? A janë ata thjesht koleg, apo ka diçka më shumë që i mban bashkë prej vitesh? Sot do të zbulojmë marrëdhënien e vërtet dhe sekretet paskuindave mes Arditit dhe Enit. Prej më shumë se një dekade, ata ndajnë të njëjtën skenë dhe shumë njerëz pyesin: a zihen ata vërtet? E vërteta është se prapaskenat e diela shqiptare nuk janë gjithmonë vaj. Burime pranë stafit tregojnë se debatet për çështjet e emisionit shpesh vazhdojnë edhe në dhomat e grimit. Sekreti i parë i marrëdhënies së tyre është pasioni profesional. Arditi dhe Eni shpesh nuk bien dakord për mënyrën se si zgjidhet një konflikt, dhe kjo luftë idesh është pikërisht ajo që e bën emisionin kaq të suksesshëm. Por këtu zbulohet sekreti i madh që shumë nuk e dinë. Marrëdhënia e tyre nuk mbaron tek puna. Pas kuintave, Ardit Gjebrea dhe Eni Çobani gëzojnë një miqësi familjare jashtëzakonisht të ngushtë. Ndryshe nga çfarë mund të mendojnë skeptikët për ndonjë rivalitet, ata janë mbështetësit më të mëdhenj të njëri tjetrit. Eni shpesh e ka quajtur Arditin vëlla dhe një mentor, ndërsa Arditi e konsideron atë si një nga njerëzit më besnik në rrethin e tij. Kjo marrëdhënie e fortë bazohet te besimi absolut, një gjë e rrallë në botën e medias sot. Ajo që publiku nuk sheh është humori. Nëse në ekran shihni lot, bërtitje dhe tensione, sapo regjia thot stop, Arditi dhe Eni janë të parët që shkrin akullin me batuta. Është pikërisht ky ekuilibër, aftësia për të kaluar nga drama serioze tek të qeshurat miqësore, që e bën lidhjen e tyre unike. Sekreti i jetëgjatësisë së tyre nuk është kontrata, por kimia njerëzore. Pra, marrëdhënia sekrete u zbulua. Është një miqësi e pastër, respekt reciprok dhe një kimi që vështirë se do të përsëritet në televizionin shqiptar. Ata na kanë treguar se mund të jesh profesionist i egër në skenë dhe mik i ngushtë në jetë. Po ju çfarë mendoni për dyshen Gjebrea Çobani? A mendoni se emisioni do të ishte i njëjtë pa kiminë e tyre? Më shkruani në komente dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë prapaskena.